sistemi të drejtësisë. Dhe në çdo problem që ti ke, ku do ta marrësh të drejtën? Po në gjykatë. Dhe gjykata ishte gjitha e kompromentuar. Dhe ajo që nuk ishte, gjykata e lartë sot, luan me 7 variante dhe me 7 vendime të ndryshme. Është e turpshme. Mund të ndodhi që po e njëjta gjykatëse që në apel ka dhënë një vendim ndryshe, vjen gjykatën e lartë dhe ndryshon vendimin. Nuk ka ndryshuar mendim, ka ndryshuar çështjen e parave. Dhe kjo është logjika e gjithë këtij sistemi. Dhe sistemi na lë gjithmonë të ngurtë. Nuk ka më rëndësi kush e drejton. Sistemi është një ngrumbull i madh të paftyresh, të korruptuar, të cilët i shpëtojnë gjithmonë një vetringull dhe të duket sikur ka një tolerancë të jashtëzakonshme ndaj këtyre njerëzve për të dhënë gjoja drejtësi në Shqipëri. Raport me të që tha Sokoli, dhe ky është shkaku që ato kanë kaluar pa vetting. Sepse po të ishin hapur petat e Lakrorit, do dilshin shumë gjëra. Aq më tepër për rastin e fundit që po delën në media, kemi rastin që Ina Rama është na dele implikuar në çështjen e tokave të Kavajës.